Për dëkyja i paskan shumë në aksion u të boshat. A, boca. Vesh ngone montajet e u të boshat, që ka bojnë? Qure? Pjesin 21 milion apo pjesin 18-6 milion? Jam në mua në 15 milion euro. Ti jeki dhe 6 milion që atë gëtim 10.000 metra. Veç këshyrën e mirë. Pas ka ndonë në aksion u të bosha tash me shantazhu me video montaj Ramizin. Jo, e kanë tradit, nuk është hera para, se kur ka do lima prej PDK-s, marë i kanë thonë Zagare, kanë thonë Malishevës, këtë Malishevës, jo ves limës, po këtë Malishevës Zagare, kur kanë dollë tjerë që shtu kanë qitë video montajë, Jakupit i theshin Jakupovski që është me Serbien, shumë tjera, kjo është kur gjanë. E kanë po që janë të hupë drenasin. Edhe vetëm jam njërë mundohen ta me çdo kush me kthy drenasin, se Ramizi po ka shumë përkras, edhe tash i qesin këta u të bosha, ta gazetartë, këta pevaqicat, si Lerem Mehmeti, Ajshala, që ka emnin në i farë, dhe Bekajtaza, që si farë. Po, shka merë dhe interesant dhe din që bëhet temë ndërkombëtare, një video ngjizim i Ramiz Ladrovcit, po nuk bëhet kjo ngone. Vendosën e përmendur Adem Jasharit, edhe keni thoni sa shumë rëndësi, në asamblejë komunale s'ka kanë votuar. Kush? Çet parti se kjo është skandal kombëtar. I te kalon kufit lokal të Lipjanit. Kush çet parti ka pasur me ditë publikisht. Mund ta verifikoni, është në shënimet zyrtare tek proces verbalet e seancave të kuvendit komunës të Lipjanit, nuk e kanë votuar PDK-ja. PDK-ja. Pse? Nuk pëlqej më gatë. Në qëse je PDK-s, në qëse je LDK-s, e AK-s ti mundesh me vjedh shka dush. Ti mundesh mos me votu Adem Jasharin, ti mundesh me sha UÇK-n, ti mundesh me thonë UÇK-a është kriminale. Gjithçka që të vjen te goja mundesh me thonë, veç në qëse je i PDK-s, LDK-s edhe i AK-s. Mundesh me vjedh fabrikën, mundesh me vjedh me shit banesa ka 6 mjera pronë të komunës, gjithçka që ti në qëse je PDK, LDK, këto sene kalohen, nuk bëhen virale, nuk fol asnjë gazetar për këto sene, se vallaj, tash po vjen torp edhe pe këtyne organizatave të veteranëve burr qysh asnjë fjalë nuk e folën kur PDK-ja që ata asambleista shka hamam janë që kanë votu kundër për shembull, u dashbe me pas lyp me shkarku, se Demal Bashën e ladhe njerin, jo për shkarkuna, jo do të me dhonë ndërheqe, po qëtat PDK-s, këta a do të me dhonë ndërheqe që kanë votu kundra shtatorës Adem Jasharit, a vesh pse janë PDK-s ata mire kanë. Po imagino me paskon vetëvendosës, shka kështë i bojo, ishë që televizionet e kështë i kallë, të folë për shdo natë, për 2 javë ditë, së shinalë dave dibi. A kur e bani vetë, s'ka dertë. Jo, s'ka dertë, se këni bo vetë. A vjeni në thoni neve, në akuzoni, jo pa nina, jo pa kënina. Jo, vrazët, nuk shkën kështu. Qëra, problemet që keni pas, nuk është hera parë që keni probleme me familjen Ladrovci. Jo keni problem të maqëm. Jo, se me kom ves njëri hajt e ka përcen diqysh. Ama ngoj. I kum besu, për shembull ka tregu qysh kur një Fehmija që ta shokët e tij aktual ja kanë qitë priten me vron Fehmin edhe grupin e Fehmis në Dugaxhen,
qëtat për dëkës që i ka sot, ka fol për tralltin që ju ka bon kufe kur u vra Luan Haradinaj, që ka qenë edhe kë me... Konflikti i Femilla Drovcit Ngone. me Jakupin është i rrajshëm, i shpifur, i sajuar. Femilla Drovci ka pas probleme që nga jashtë, bile janë përpjekur ta pengojnë me hyrë në Kosovë. Kush? Hashim Thoqi dhe grupi i tij. Ata kanë pengu. Ai ka pas probleme me ta, nuk ka pas me mu. Problemi i Femilla Drovcit... Ju thoni që ky grup ka pengu Femilla Drovci që bëhet komandant zone? Absolutisht e kanë pengu, se e kanë zgjedh komandantin e zonës me vota. Me vota. Demokrat këta me vota. Kur ju konvenon, këta zgjedhin me vota. Ngone tjetrën tash. Shka thët Jakub Krasniqi. Çka është ky injizim, zoti Krasniqi? Po, si duket, këta kanë pas, jo si duket, po është real, nuk e kam cek as këtë. Po këta kanë qenë në armisi me Adem Jashari. Kush këta? Hashim Thoqi dhe Kadir Veseli. Ja s'po thamë. Raportet e Hashim Thoqit dhe Kadir Veseli, pas luftës edhe gjatë luftës, unë i kam balancuar. Përndysh ata sa atëherë nuk do t'i kishin pranuar, edhe me të drejtë, nuk do t'i kishin pranuar në familje. Ata sot nuk mund me shku. Raportet... Çka është ky injizim që mos t'ikim për injizimit edhe një herë? Unë nuk e di, ai duhet ta di. Ai me injizim. Nuk janë sodit këtu PDK-s me familjen Ladrovci. Nuk janë sodit PDK-a me familjen Jashari. Nuk janë sodit PDK-a me Hajnien, se dihet para lufte, në lufte, mas lufte. Vete kanë pranua atin që hajna, shka me bane, i ngrati, hajt. Me a ba rafsh me thonë jo, jeni të mira, jo, s'moj, valoj. Ka të kene, unë për veti s'moj, dikush nështë ja ban, po në s'moj me a ban. Jo, po njata dini që babloki i Drenasit ka më jo mujtë, gjithqysh. Mëndoj sa dush, edhe sa bie me qunë kam jo, ketu të bashat të Serbijës, e ketu të bashat të Kosovës, me qunë kam jo, e me shpif kundra Ramizit, prapa e ka me fitu. Se pople e din, kush është ai, pople i beson, edhe kam i besu, jo për 4 vjetë, po besoj edhe 8 vjetë tjera kam i besu pople që Ramizit me adhon votën, e jo hajna mos me mujt me ngull kam Drenas. Jo përshëndes edhe krejt ata njerës që menojnë me votu vetë vendosin në Drenas, për jo lus. Në rundin e parë, krejt votat me aqit Ramiz Ladrovci. As në balotaż mos me mujt me shku për dëkëja. Parti tjera, shkajni, nëse nuk e di sa ajni, krejt më bon bashk e me aqit votën në Ramizit. E ata mos me lon as në balotaż me shku. Se që ashtu e meritojnë ata. Ju përshëndes, kaloni bukur.